Nice. Apet jena njëjtë, po apet e the mendimin për mua, kështu si unë pëlqej. Çfarë bëhet me man që bëri ditën? Po e thash mendimin për Jo, nice, po m'pëlqen, po m'pëlqen. Tani, Vuri durët në fytyrë tash. po thuaj, apet thuaj. Ama jo, bro, nuk përdori se çican nuk diskutoj me krejt, që veç me ty s'moj me diskutuar. Po ju thoj s'kom qef me kon si lloj pozita. S'kom qef me kon me lut rolin e viktimës. Sa në fund që bëj çican. Patjetër valla, po. Sa në fund Po nuk ka ram shpullën po tani. Sa fusin po tani. Ka vënë durët në fytyrë. Ba shumë është bro. Është ekstreme. Patjetër, gjykohet si dush. Se sot nëse toleroj çfarë, më është 17 ditë keno ose scenario, 17 ditë. Nëse toleroj çfarë sot, atëherë mos ani botë më thash. Gjykohet si dush, plako. Unë mendoj që s'është rasti. Mali. Ja. Me gjitha të punë e lëvizshmërisë, Eugene. Të lëvizshmërisë, pastaj unë nuk e di se si është. Postina, atë çikës bën në formë normale, tash më. Paktën një gjë të mirë e kanë që kalojnë shpesh nga njëri emocion në tjetrin, pra nuk rrin me atë gjën që Nuk e mbajnë natën gjatë. Nuk e di. Okej, ju duket e çuditshme fakti që dy kunatat në perspektivë, si quajtëm të shtunën e kaluar, në perspektivë, në tentativë, thatë juve, nuk e kanë thënë as me njëra tjetrën, po as edhe me banorët e tjerë, qoftë Greta tek akuariumi, qoftë Selin te shtëpia e madhe. Për mua normale është, s'ka ndonjë problem. Varet sepse po ta shikosh edhe Selina tha që kaq për momentin kur unë e njoh Gretën, tha, kaq për momentin. Pra, domethënë kam përshtypjen që luajnë atë, po themi, lojën e tyre me njëra tjetrën. Kështu që se mendoj që është ndonjë problem. Pastaj ato nuk është se kanë. Po se janë, domethënë, dy kunata në mendimin tim janë si dy motra. Jo, ma jo, nga vash, jo po. Si jo, Si dy motra. Kunata pra nuk quaj kudita. Quajnë ku? Nata. Ku është nata? Lloj shumë etimologji fjalës nuk mundem. Po si nuk. Ç'do të thuash me këtë? Ti me kunatën, a ish kunatën, si ke raporte? Unë për shembull me motrën e Ilirit, mbasi kam lindur fëmijën e parë, kam folur, po themi. Ndërsa me nusën e vllajt tim e kam bërë zbor, kam marrë shpirt. Pra ja, shiko. Për mendimin tim është e çuditshme, por është e shpjegueshme dhe kam përshtypjen se në planin afër shkurtër mund t'i dali mirë, por në planin afër gjatë do t'i dali keq. Sepse kam përshtypjen se Greta ka dashur që të bëjë një lloj ndarje të lojës, pra të mos përfshihet si pjesë e Selinës, por në këtë shtëpi është e vështirë që të mos dalë muhabeti i kunatave, pavarësisht se Selini nuk e tha. Dhe kur të dalë muhabeti që janë kunata, do shifen me sy tjetër, të dyja, do shifen si bashkëpunëtore. Po sa ato po shikohen si bashkëpunëtorë ata që mbase do s'kan lidhje fare me njëri tjetrin. Mund të jenë rivale. Tani, deri më tani, mund të jenë dhe rivale, po mund të jenë dhe më shumë mike. Po di, për shembull Selini mund të ketë qenë kundër lidhjes së Gretës me të vllajin. Ta shpjegoj unë pse s'm duket rivale. Nuk më duket rivale sepse gjatë gjithë periudhës së saj aty, ajo ka ruajt një qasje të ftohtë me Mirin. Po, ka qenë goxha e konfrontuese Greta ndaj Mirit. Kjo shpjegon që shumë shpejt ajo do t'i japi si shenja Selinit që ti duhet të rish larg. Pra kjo tregon që është ajo gjëja e familjes që familja nuk do që Selin të jetë afër. Kështu duhet se ju burrat mendonin ndryshe, prapë e thash siç e thash dhe Eugene, duhet me hyrë dhe në mentalitetin e grave. Kam përshtypjen se mund ta lëri që të bëj Selinit vazhdoj lojën e vet. Kam përshtypjen se ç'është influenca shasha. Se po të jap deri te enten. Do më japësh drejt deri te enten. Jo, deri te enten do jap kohë atyre. Te enten pas nesër. Po. Që të dali muhabeti kunatave dhe kjo mos dashja e Mirit afër Selinës. Ai qartë, do ta shohim. Shkojmë në shtëpi ndërkohë.